Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. 13 shkurti, dita botërore e radios, është një kujtesë se radioja nuk është thjesht një medium, por një zë që bashkon komunitetet dhe mban gjallë komunikimin mes njerëzve. Këtë e dëshmon më së miri Radio Gjirokastra, me një histori mbi 85 vjet, dhe në epokën digjitale ajo ruan vendin e saj të veçantë tek dëgjuesit. Edhe në Saran, qytetarët vazhdojnë t'i qëndrojnë besnik radios, duke e konsideruar atë një zë të besueshëm dhe të afërt me jetën e përditshme të komunitetit. Ata thonë se edhe në epokën digjitale, radioja mbetet burim informacioni i shpejt dhe i drejt për drejt. 22 banesa në Bashkinë e Përmetit janë bërë përfituese të projektit të rehabilitimit social. Punimet konsistojnë në rikonstruksionin e plotë të banesave dhe sistemimin e çative, duke përmirësuar kushtet e jetesës për familjet në nevojë. Sektori bletarisë në qarkun e Gjirokastrës ka njohur një rritje të ndjeshme me vitet e fundit, kryesisht fal mbështetjes financiare të qeverisë për fermerët. Bashkitë e Gjirokastrës dhe Përmetit renditen ndër më të pasurat me blet, ndërsa kushtet natyrore dhe flora e pasur e bëjnë këtë sektor të qëndrueshëm. Ju njohim tani më gjërësi, është 13 shkurti, dita botërore e radios, është një kujtesë se radioja nuk është thjesht një medium, por një zë që bashkon komunitetet dhe mban gjallë komunikimin mes njerëzve. Këtë e dëshmon më së miri Radio Gjirokastra. Me një histori mbi 85 vjet dhe në epokën digjitale ajo ruan në vendin e saj të veçantë tek dëgjuesit, ku përmes valve të saj vazhdojnë të transmetojnë informacione, argëtim dhe muzikë për rajonin jugor. Radioja mbetet një nga mediat më të dashura dhe më të besueshme për publikun edhe në epokën e teknologjisë dhe rrjeteve sociale. Në Gjirokastër, radioja ka qenë për dekada zëri i komunitetit, duke përcjell lajme lokale, ngjarje kulturore dhe histori njerëzore që lidhin qytetin me dëgjuesit e tij. Përmes mikrofonit janë ndarë emocione, janë diskutuar problematika dhe është promovuar kultura e trevës. Shprehen ish gazetarët e Radio Gjirokastrës. Natyrisht që është një ditë e shënuar, për ne dhe natyrisht na sjell edhe shumë nostalgjira. Unë që kam punuar një periudhë të gjatë në radio, edhe kur u bë televizion, tjetër ndjeshmëri kisha për Radio Gjirokastrën. Dhe do të them që me gjithë, si thua, disa kufizime që ka për shkak të teknikave, po themi të modernitetit të radios në kohë tjetër, kur kemi punuar ne, që ka pas shumë probleme, do të thoshja, ne kemi qenë të angazhuar për post detyrës edhe me një lloj, po them, përkushtimi krejt të veçantë. Një përkushtimi veçantë, sepse ishim i vetmi zë nga rajoni që sillim gjithmonë informacion, sillim gjithmonë vlerat e identitetit tonë nëpërmjet polifonisë së famshme që ka jugu i Shqipërisë, ku vepron Radio Gjirokastra, ku vepronte, do të thosha, dhe vepron. Institucion me kontribute të jashtëzakonshme për identitetin. Sot unë mbush 45 vjet nga dita e parë që komunikova me publikun nëpërmjet mikrofonit. Ishte viti 1982, nëpërmjet Radio Gjirokastrës. Në Radio Gjirokastër punova gati 10 vjet, dhe besoj ishte periudha më revolucionare, me kuptimin pozitiv të fjalës, në Radio Gjirokastra. Unë për shembull ndjej, si thua, një emocion të vazhdueshëm kur na vin kërkesa nga komiteti i partisë atëhershëm që të ndryshonim orën e transmetimit të emisionit, për shkak se njerëzit iknin nga puna për të dëgjuar emisionin. Nuk ishte satisfaksion më të madh se kjo gjë. Po ashtu ishte periudha kur Radio Gjirokastra arriti të transmetojë dhe evente të jashtëzakonshme, siç ishte për shembull hapja e kufirit me Greqinë brenda ditës. Edhe sot, pavarësisht zhvillimit të mediave digjitale, radioja vazhdon të dëgjohet në makina, në shtëpi apo në vendet e punës, duke ruajtur një lidhje të drejtë për drejtë dhe të ngrohtë me publikun.
Asnjëherë radio nuk e humbet vlerën e tij. Sado që të dalin mediat e tjera, radioja ka vendin e tij. Edhe sot po ashtu në të tërë shtëpitë unë besoj që edhe në Gjirokastër dhe Dropull paralelisht me televizorin shikojnë dëgjojnë edhe radio. Pra, radioja në vetvete nuk mendoni që mund ta humbasë ndonjëherë vlerën e saj? Vlera e radios nuk humbet kur. Radio ka tjetër cilësi edhe shtypi i shkruar, media shkruar është ndryshe. Por besoj edhe me ndihmën e kolegëve që ishin më të vjetër se mua këtu, besoj ja kemi dalë. Dhe sot kam arritur të paktën për minoritetin një emision në radio informativ edhe argëtues, që për mendimin tim, jo vetëm për mendimin tim, por edhe për ata të cilët më shkruajnë, se se e transmetojmë direkt edhe në YouTube, edhe më shkruajnë, po edhe kur më takojnë në Dropull ose edhe këtu në Gjirokastër, me thonë fjalë me të mira. Për shumë dëgjues radioja mbetet shoqëruesja e përditshme në shtëpi, në makina, por në vendin e punës. Ne me radio jemi rritur. Vonë doli televizori dhe po e plotëson, do me thënë ata. Me gjithë atë radio ka atë të vetën. S'është se është zbehu radioja, por vazhdojmë ta ndjekim kur kemi kohë të lirë, për shembull, kur jemi duke udhëtuar ose kur vemi me pushime gjakundin në plazha, ashtu radioja prap ka atë vendin e vet. 12 vjeç, që në 54 unë kam ndjekur radio dhe po e ndjek. Më shumë këngët i kam shumë qef. Sidomos lapshet, këngët që këndojnë në për këto gjëra. Radio Gjirokastër në ndiqni? Tani unë lere rritur në Gjirokastër, si së ti në radio në Gjirokastër, të mos të ndjek edhe mos të ndru. 13 shkurti, dita botërore e radios e gjen Radio Gjirokastra në 85 vjetorin e saj, një histori që ka shoqëruar breza të tërë dëgjuesish në jug të vendit. Për drejtuesin e RTS Gjirokastra Silvana Spaho, ky 13 shkurt është jo vetëm një fest për median, por një mirënjohje për të gjithë ata që për dekada kanë mbajtur të ndezur mikrofonin e qytetit të gurt. Në fakt kjo ditë nuk përkon vetëm me një fest të radios, kjo ditë është një mirënjohje dhe një vlerësim për gjithë ata që punuan në fakt në Radio Gjirokastra. Dhe për ata që vazhdojnë ta mbajnë gjallë zërin e kësaj radio, e cila tashmë ka një moshë mbi 85 vjeçare, dhe ne po mundohemi dhe synimi jon gjithmonë ka qenë që të alternojmë brezin e vjetër me brezin e ri dhe shpresoj në një farë mënyre t'ja kemi dalë, për ta mbajtur, siç thash edhe më lart, gjallë valën 102.5 MHz FM. 13 shkurti, dita botërore e radios e gjen Radio Gjirokastra në 85 vjetorin e saj, një histori që ka shoqëruar breza të tërë dëgjuesish në jug të vendit. Prej dekadash përmes valve të saj janë transmetuar dhe vijojnë të transmetohen lajme, kulturë, muzikë dhe ngjarje që kanë shënuar jetën e rajonit jugor, duke ruajtur misionin e saj kryesor, informimin dhe lidhjen me publikun. Edhe në Sarandë, qytetarët vazhdojnë të i qëndrojnë besnik radios, duke konsideruar atë një zë të besueshëm dhe të afërt me jetën e përditshme të komunitetit. Ata thonë se edhe në epokën digjitale, radioja mbetet burimi informacioni i shpejt dhe i drejt për drejt, që i lidh me ngjarjet lokale dhe njoftimet e rëndësishme. Në të përditshmen tonë shohim jo pak njerëz që kanë mbetur besnik të dëgjimit të radios pavarësisht televizionit dhe telefonit të teknologjisë smart. Atje ku ushtrohet profesioni i krehjes dhe gëshërës, aty ku udhëton me taksi apo kur guidon makinën tënde. Zgjedhja më e shpeshtë dhe më praktike është informimi dhe dëgjimi përmes radios. Petrit Dalana i flet me më shumë emocion për 13 shkurtin si dita botërore e radios, sepse ai e ka të lidhur fëmirin me të, por ka edhe një shkollim për teknikë radioja. Radion e kemi njohur që fëmijë, që të vegjël, sepse ishte një nga të vetmet komunikim me botën, që kishim me muzikën, me këngët, me programe të ndryshme, që të vegjël. Por unë jam shkolluar në fushën e radios, në shkollën e mesme kam mbaruar për radio. Radion e kemi pas shok jete, në familje, në punë, në për ambiente të ndryshme. Teknologjia esën, sot kanë arrit, ne kemi telefonin që është edhe radio dhe televizor dhe komunikues dhe në gjitha.
Por megjithatë radio mbetet me rolin e saj. Arqile Leka thot se teknologjia ecën, por radio mbetet. Udhëtimi im me radion ka vazhduar gjithmonë, e kam dëgjuar me vëmendje për të gjitha, domethënë, për kulturën, për arsimin, për shëndetësinë, për bujqësinë, për tregtinë, domethënë për çdo gjë që fliste e kam dëgjuar. Radioa për mua ka qenë një gjë shumë e mirë, sepse dëgjojmë lajme, pavarësisht na pëlqenin, nuk na pëlqenin, po për atë kohë ishte vetëm një radio që dëgjojmë se dhe televizori erdhi i vonë. Ndërsa me ardhjen e televizionit, zakonisht, jo unë po thuaj se gjithë popullata rrallë dëgjon në radion, sepse shikojmë stacione të ndryshme të televizionit. Për taksistin Arben Lipe, radio është një shoqëruese e udhëtimeve të tij dhe gjithë të njerëzve të këtij profesioni. Ne jemi të dashuruar me radion. Do me thënë, me aspektin e punës që kemi ne si taksista, ne jemi tërë ditën në udhëtim në këto dhe shpesh marrim informacion nga radioa, se ne vonë darkëm gjithemi në shtëpi dhe nuk parashikojmë televizor. Tërë ditën jemi në makinë. Dhe zakonisht marrim informacione, gjëra, dëgjojmë, se jemi në udhëtim. Për forcën e zakonit, por edhe se radio ka mbetur një dashuri, Petriti thot se në subjektin ku prej vitesh tregton pajisje elektronike e elektrike, ditën e mbush me tinguj dhe me emocione radioje. Ajo që më kujtohet dhe që nuk e haroj, kur isha jashtë, emigrant, qohesha që në 5 mëngjesit të dëgjoja pak atë emisionin e mëngjesit atë këngëve popullore. Radio Tirana. Të Radio Tiranës, që sikur më jepni një energji dhe më smukrojnë ditën kaq shumë, por ajo vala më vinte me ndërprerje dhe e ngjisja veshin tek radio vetëm të ndjeja sa do pak atë kënaqësinë e zërit të radios. Në Sarandë radio vazhdon të ketë besnikët e vet, për shkak të profesionit që bëjnë, por edhe pse radio u është bërë mjet informimi dhe dashurie për muzikën. Afrim Qendro është emëruar drejtuesi i Inspektoratit Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Ministria e Punëve të Brendshme Albana Koçiu vlerësoi eksperiencën dhe profesionalizmin e tij, duke theksuar se do të forcojë zbatimin e ligjit dhe kontrollin mbi ndërtimet dhe hapësirat publike. Ministria e Punëve të Brendshme Albana Koçiu prezantoi sot kryeinspektorin e ri të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Afrim Qendro, i cili së fundmi ka mbajtur detyrën e prefektit të qarku Tiranë, duke zvendësuar në këtë funksion Dallëndyshe Bicin. Afrim Qendro do të marrë detyrën e drejtuesit të Inspektoriatit të Mbrojtjes dhe Kontrollit të Territorit. Një detyrë e cila në vetvete mbart sfida, po gjithashtu dhe një përgjegjësi të madhe, sa i përket zbatimit të ligjshmërisë dhe mbrojtjes territorit. Afrimi në fakt vjen nga një eksperiencë e jashtëzakonshme në institucionet publike dhe ka treguar se me përkushtimin dhe profesionalizmin e tij di të krijojë ekip, skuadër, por edhe të kërkojë detyrat të respektohen dhe zbatohen ashtu siç duhet. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit ka për detyrë të zbatojë dhe të monitorojë dhe bazën e re ligjore e cila tashmë është në fuqi prej muajit tetor të vitit të shkuar. Është detyrë e Afrim Qendrës dhe skuadrës të tij për ta çuar përpara këtë reformë dhe sigurisht për ta ngritur në një nivel tjetër gjithë punën e mirë që ky inspektoriat ka kryer deri më tani. Inspektori Qendro garantoi angazhim maksimal për forcimin e kapaciteteve të institucionit, bashkëpunim të ngushtë me strukturat vendore dhe qendrore, si dhe transparencë të plotë në ushtrimin e detyrës. Me shoh si vlerësim dhe besim të shtuar detyrën e re të rëndësishme që më është ngarkuar, mendoj që kontrolli mbi territorin për parandalimin e të gjitha shkeleve është shumë i rëndësishëm se sa prishja objekteve pa leje. Natyrisht, puna në ekip e këtij institucioni duhet të jetë e përgjithshme, transparente dhe në funksion të ligjit. Deri pak ditë më parë, Afrim Qendro ka mbajtur detyrën e prefektit të Tiranës, ndërkohë që ka patur një sër detyrash të larta publike, ashtu sikurse politike në Partinë Socialiste. 22 banesa në Bashkinë e Përmetit janë bërë përfituese të projektit të rehabilitimit social. Punimet konsistojnë në rekonstruksionin e plotë të banesave dhe sistemimin e çative, duke përmirësuar kushtet e jetesës për familjet në nevojë. Ky projekt po zbatohet në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë.
25 familje kanë përfituar bonusin e qiras në përmet. Sipas të dhënave zyrtare, 70% e vlerës së bonusit mbulohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, ndërsa 30% financohet nga të ardhurat e bashkisë përmet. Janë përfituese rreth 25 familje, të cilat përfitojnë është e ndarë ajo sipas frymëve të familjes dhe sipas madhësisë së banesës që ata kanë. Qofse një banesë është 2+1 përfiton 7.000 lekë, qofse është 1+1 garsonere përfiton 6.000 lekë, kurse nëse është një dhomë përfiton 5.000 lekë. Drejtoresha e Shërbimit Social në Bashkinë Përmet, Ariana Papapano, u shpreh se krahasuar me një vit më parë, ka një rënje të numrit të përfituesve. Mund të them se ka pasur një zbritje të vogël për arsye sepse disa familje nuk ka mundur të përsëritin kontratat që jetojnë në këto shtëpi, sepse janë njerëzit që i kanë këto banesa, jetojnë jashtë shtetit dhe nuk kanë mundur që të vinë të bëjnë kontratë. Për përfitimin e bonusit të qiras, bashkia është e shpërndarë në të 4 njësitë administrative, ku kanë mundur të aplikojnë edhe familje që banojnë në këto njësi. Ndërkohë, Bashkia Përmet bën apel që familjet në nevojë të interesohen pranë zyrave të shërbimit social për t'u informuar mbi kriteret dhe dokumentacionin e nevojshëm për plotësimin e bonusit të qiras. Autoritetet vendore theksojnë se mbështetja për shtresat në nevojë do të vijojë në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit me synim për të lehtësuar kostot e jetesës për familjet më vulnerabel. Në bashkinë e Tepelenës rezultojnë 200 biznese debitor për tatim taksat. Për këto subjekte, zyra e tatimeve po vijon një fushat ndërgjegjësimi dhe kontakte në teren për shlyerjen e detyrimeve. Fal këtyre përpjekjeve, gjatë vitit të kaluar, bashkia arriti të arkëtojë 62.3 milion lek. Në këtë territor ushtrojnë aktivitetin 543 subjekte. Gjatë vitit që lan pas, bashkia Tepelen arriti të arkëtojë 96% të taksave vendore. Në këtë territor, ushtrojnë aktivitetin e tyre 543 subjekte, prej të cilave 343 kanë shlyer plotësisht detyrimet e tyre, pjesa tjetër mbetet debitore. Autoritetet lokale vijojnë të monitorojnë situatën dhe të ofrojnë mbështetje për bizneset që kanë vështirësi në përmbushjen e detyrimeve, në mënyrë që të rritet më tej niveli i arkëtimeve dhe ata të kenë mundësi të bëjnë pagesat e tyre. Gjatë vitit 2025, bashkia Tepelen realizoi planin në masë 96% ose 62.339.000 lekë, nga 65 milion që ishte plani. Në gjatë vitit 2025, bashkinë Tepelen kanë ushtruar aktivitetin 543 subjekte, në total përfshi SHPK, bizneset vogla. Nga këto 343 subjekte kanë shkryer detyrimet për vitin 2025. Gjatë vitit 2025 kemi pasur edhe çelje të reja të bizneseve, kryesisht bizneset vogla, bar kafe, shërbime të ndryshme, por kemi pasur edhe subjekte që janë pezulluar ose janë mbyllur. Institucionet vendore po vjojnë punën për të rritur nivelin e arkëtimeve për sa i përket bizneseve debitore. Ka një ndërgjegjësim, por duhet akoma shumë punë për të edukuar subjektet për pagesën e taksave vendore. Organizojmë vizita fiskale në subjekte, duke bashkë biseduar, duke i dëgjuar, duke marrë problemet e tyre dhe duke dhënë zgjidhje sipas rastit. Gjatë vitit që lan pas, në bashkinë Tepelen u çelën rreth 13 biznese, kryesisht në sektorin e turizmit. Sektori i bletarisë në qarkun e Gjirokastrës ka njohur një rritje të ndjeshme vitet e fundit, kryesisht falë mbështetjes financiare të qeverisë për fermerët. Bashkitë e Gjirokastrës dhe Përmetit renditen ndër më të pasurat me blet, ndërsa kushtet natyrore dhe flora e pasur e bëjnë këtë sektor të qëndrueshëm. Sektori i bletarisë në qarkun e Gjirokastrës ka njohur një rritje të ndjeshme vitet e fundit. Sipas specialistit të bujqësisë Balil Bineri, një ndër faktorët kryesor që kanë ndikuar në këtë zhvillim është mbështetja financiare nga qeveria shqiptare përmes skemave kombëtare të subvencioneve dhe granteve për fermerët. Nëse do të shikojmë aplikantët
për të përfituar nga skemat e mbështetjes financiare të qeverisë shqiptare. Në këto 3 vitet e fundit ka gjithnjë një numër në rritje. Në vitin 2023 kanë qenë 295 aplikantë, në vitin 2024 kanë qenë 340 aplikantë dhe në këtë vit që u mbyll, në 2025 kanë qenë 367 aplikantë. Pra vit për vit ka një rritje. Pra edhe interesi i fermerëve për ta mbështetuar bletarin është në rritje, po kështu edhe mbështetja financiare e qeverisë shqiptare ka qenë në rritje në çdo vit. Pa është një sektor i vlerësuar me prioritet krahasimisht edhe me sektorët e tjerë, veçanërisht për qarkun tonë. Gjirokastër dhe Përmet rënditen ndërbashkitë me numër më të lartë të bletëve në qark. Kushtet natyrore të favorshme, flora e pasur dhe traditat e hershme në këtë sektor kanë ndikuar ndjeshëm në zhvillimin e qëndrueshëm të bletarisë në këto zona. Janë 2 bashkitë kryesore, janë Bashkia e Përmetit dhe Bashkia e Gjirokastës, kanë dhe numrin më të madh të bletëritësve, por thash edhe në bashkitë e tjera është e shtrirë, zonat rurale patjetër që janë prioritare për mbashtruesit e bletarisë, pasi kanë kushtet më të mira. Në zonat urbane, po të shikojmë ka një numër jo të vogël amatorësh të bletarisë, ndonse këta nuk përfshihen në skemën e mbështetjes financiare, pasi kanë një numër të vogël gjojesh bletës, por kjo nuk do të thotë se edhe ata nuk e ushtrojnë aktivitetin e tyre. Rritja e sektorit të bletarisë në qarkun e Gjirokastrës shihet si një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik lokal dhe për zgjerimin e eksporteve të produkteve bio shqiptare. Dimri i favorshëm këtë vit ka përmirësuar kushtet e kullotave dhe gjendjen e tufave në bashkinë e Libohovës, duke sjellë shtim të baktive të imta. Specialistët konfirmojnë se moti i mirë ka ndikuar pozitivisht, ndërsa blegtorët po mbështeten me këshilla për kujdes shëndetësor dhe vaksinime. Aktualisht bashkia numëron rreth 14.000 të imta dhe 1.100 gjedh. Në Libohov, sektori blegtorisë gjatë këtij dimri ka qenë më i favorizuar krahasuar me bujqësinë. Sipas specialistëve, megjithse ka pasur lagështi, temperaturat nuk kanë zbritur në nivele shumë të ulta. Kjo situatë ka ndikuar pozitivisht në ruajtjen e kullotave, duke krijuar kushte më të mira për mbarshtrimin e bagëtive. Blegtoria është një sektor më i favorizuar dhe në gjendje më të mirë, për arsye sepse kushtet atmosferike pavarësisht se kanë qenë me lagështi, nuk kanë qenë me temperatura shumë të ulta dhe sipërfaqja bimore në kullota është favorizuese për ta. Kullotat ndodhen në pjesën e poshtme të bashkisë Libohov dhe janë në gjendje të mirë. Një rol të rëndësishëm gjatë kësaj periudhe ka luajtur edhe shërbimi veterinar. Blegtorët kanë marrë këshillim të vazhdueshëm për problematikat e hasura. Kjo mbështetje ka ndihmuar në minimizimin e humbjeve dhe në përmirësimin e kujdesit ndaj tufave gjatë stinës së dimrit. Lidhur me trajtimet veterinare që krijojnë, ata kanë marrë udhëzime nga sektori veterinar pranë qarkut, dhe kryesisht pengesat që kanë dëmtimet në të vejdit, në ketha dhe në qenja. Nga bisedat që kemi bërë me këtë sektor, ata janë ndodhur në shërbim të fermerëve dhe dëmtimet kanë qenë minimale. Aktualisht bashkia Libohov numëron rreth 14.000 krerë të imta dhe 1.100 gjedh. Këto shifra tregojnë peshën që ka blegtoria në ekonominë vendore dhe rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme për këtë sektor, i cili mbetet një nga burimet kryesore të të ardhurave për banorët e zonës. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.